Shumë njerëz mendojnë se lutja është e vështirë dhe larg nesh. Mendojnë se duhet të dimë shumë fjalë të bukura, të jemi të përkryer ose të kemi kohë të gjatë. Por Zoti nuk kërkon gjëra të mëdha nga ne. Ai kërkon zemrën tonë, të thjeshtë dhe të përullur. Kisha ortodokse na ka dhënë një dhuratë të madhe shpirtërore, lutjen e Isuit. Ajo është e thjeshtë, e shkurtër dhe e fuqishme. O Zoti Isu Krisht, mëshiro mua mëkatarin. Në këtë lutje përmbahen 3 gjëra të rëndësishme. E para, ne pranojmë se Isu është Zot dhe shpëtimtar. E dyta, pranojmë se kemi dobësi dhe mëkate. E treta, kërkojmë mëshirë sepse Zoti është dashuri dhe mëshirë. Para se të ngrihesh nga shtrati, qëndro pak dhe thuaj lutjen disa herë në mëngjes. Nuk ka rëndësi bukuria e fjalëve, por zemra që e thot. Për shembull, zgjohesh i lodhur nga gjumi. Thuaj: O Zoti Isu Krisht, mëshiron. Kur je duke për kafe ose duke larë dhëmët, përsëriti lutjen e heshtje. Ndërsa shikon diellin në mëngjes, thuaj lutjen dhe falënderoj Perëndin për ditën e re. Në punë ose në shkollë, shpesh ndodhin gjëra që na nervozojnë. Një koleg që nuk të ndihmon, një detyrë e vështirë, një provim që të frikson. Lutja e Isuit është një mbështetje e vogël, por shumë e fuqishme. Shefi të kërkon diçka papritur, thuaj lutjen e heshtje para se të reagosh. Një shok nuk të përfill ose të tall, thuaj lutjen dhe do të ndjesh qetësi. Kur duhet të përqendrohesh për një provim, thuaj lutjen disa herë për përqendrim dhe paqe. Në jetë ka shumë momente të vështira. Ka sëmundje, ka mosmarrëveshje familjare, ka humbje pune, ka probleme financiare. Lutja e Isuit është shkopi mbështetës shpirtëror. Kur fëmia sëmuret dhe nuk di si ta ndihmosh, thuaj lutjen dhe kërko ndriçim, kërko qetësim dhe veprim. Një problem i madh në familje duket si i pazgjidhshëm. Thuaj lutjen dhe kërko durim dhe ndriçim për një zgjidhje të mençur. Humbe diçka të çmuar, humbe një dokument ose ndonjë send. Thuaj lutjen dhe kërkoj me qetësi, jo me ankth. Lutja nuk është diçka që kryhet në mëngjes dhe në mbrëmje. Lutja e Isuit mund të thuhet kudo, mund të thuhet në autobus, në rrugë, në dyqan e të tjera. Kur je në trafik ose kur dikush frenon papritur, thuaj lutjen e Isuit. Kur shenjë të varfër ose dikë në nevojë, ndihmoje dhe thuaj lutjen brenda vetes sate. O Zoti Isu Krisht, mëshiro mua mëkatarin dhe më ndihmo që ta ndihmoj tjetrin. Nëse dikush të ka ofenduar papritur, para se të përgjigjesh me zemërim, thuaj lutjen. Lutja e Isuit na ndihmon të përulemi dhe t'i falim të tjerët. Për shembull, një koleg ka marrë meritat e tua në punë. Thuaj lutjen dhe kërko durim, mos u zemëro. Një mik të ka thënë diçka të keqe, thuaj lutjen dhe do të ndjesh paqe në zemrën tënde. Nëse je stresuar me fëmijët ose partnerin, thuaj lutjen dhe përqendrohu në dashuri. Në jetë, shpesh ndodhemi para tundimeve, zemërim, fjalë të këqija, blerje të panevojshme, zakone të këqija. Lutja e Isuit na ndihmon të kontrollojmë mendjen dhe trupin. Kur mendon të flasësh keq për dikë, thuaj lutjen dhe hesht. Kur mendon të reagosh, thuaj lutjen dhe vepro me durim. Kur shen një gjë që nuk duhet ta marrësh ose të përdorësh, thuaj lutjen dhe mos e merr. Para gjumit, thuaj lutjen disa herë dhe falëndero Zotin edhe për gjërat e vogla. Reflekto mbi ditën, çfarë ke bërë mirë dhe ku mund të përmirësohesh. Falëndero për një ndihmë që ke dhënë diku gjatë ditës,
falëndero për një moment gëzimi ose buzëqeshje që ke marrë. Thuaje lutjen edhe për gjërat që nuk shkuan mirë dhe kërko mëshirë dhe udhëzim. Shëmpa i si malit shenjë thoshte, edhe një lutje thjesht, por e sinqert, të shpëton shpirtin më shumë se shumë fjalë të gjata. Shën Siluana thonit i thoshte, thuaj lutjen, kërko për ulësi, Zoti shikon zemrën dhe ju buzët. Pra, nuk ka rëndësi sa bukur ose sa herë thua lutjen. Rëndësi ka ta thuash me zemër të hapur, me zemër të përullur dhe të sinqert. Përfitimet që vinë nga lutja vazhdueshme, pra nga lutja i sujt, o Zoti Isu Krisht, më shiro mua mëkatarin. Zemra qetësohet, mendja përqendrohet, të ndihmon të falësh dhe të jesh më i duruar, të mban larg zemërimit dhe zilis, të bën të kuptosh se Zoti është gjithmonë pranë teje, të ndihmon të marrësh vendime më të mira dhe të jetosh me dashuri. Nuk ka rëndësi kush je, ku je apo çfarë bën. Lutja e sujt është për të gjithë njerëzit, është për fëmijët, për të rinjt, për të moshuarit, për punëtorët, për studentët. Le të fillojmë sot, jo me shumë fjalë, jo me gjëra të komplikuara, thjesht, o Zoti Isu Krisht, më shiro mua mëkatarin. Thuaje në mëngjes, thuaje gjatë ditës, thuaje në mbrëmje. Pak minuta çdo ditë do ta ndryshojnë jetën dhe zemrën tënde. Kjo lutje është shoku yt i përditshëm, është mbështetja jote në vështirësi dhe falënderimi yt në gëzim. Ne njerëzit, edhe nëse nuk ndjejmë një ndryshim të menjëhershëm, do të shohim se zemra jon do të bëhet më e qetë, më e dashur dhe më e përullur para Zotit. Ja se na këshillon Jerondi i shenjtë Efremi i Arizonës. Thuaj lutjen, o Zoti Isu Krisht, më shiro mua mëkatarin. Lutja shenjtëron gojën, shenjtëron ajrin, shenjtëron vendin ku e thua dhe punën që bën. Amin.